Përshëndetje të gjithëve. Sot do t'ju tregoj si të sillim shijen e freskët të verës në tavolinën tonë. Edhe pse jemi në mes të pranverës, shumë njerëz më pyesin si i gatuani bamjet që rrinë kështu kokër më kokër dhe nuk shpërbëhen. Ndiqni të gjitha hapat që kjo turli të dalë perfekte. Fillojmë nga puna. Këtu kam perimet e ngrira nga vera, janë në bamje, patlıcan dhe speca, të cilat unë nga vera i kam pjekur në furrë me vaj ulliri, pa krip, diku tek 20 minuta dhe i kam pakejtuar në këto qeset e zipit. Filloj me përgatitjen. Bamjet unë i kam nxjerr vetëm 10 minuta më parë, nuk i nxjerr gjithë natën që ato të shkrinë, pasi nuk e ruajnë formën. Ky është nga sekretet e para. E prem qepën në pjesë të vogla, shtojmë vaj ullirin në një tenxhere, i bëjmë qepës një kaurdisje të plot, derisa qepa të marrin ngjyrë. Kjo turlia tani jo vetëm që del shumë e shishme, por nuk të lodh as pak, pasi perimet janë të gatshme. Këtu kam disa domate pomodorini, i ndajmë në 2 pjesë dhe do t'i shtojmë në tenxhere. Nëse nuk keni domate pomodorini, mund t'i shtoni domate normale, natyrisht të pastruara nga lëkura. Shtojmë domatet në tenxhere. Në fakt unë këtu i kam shtuar edhe gelatin hudhrash, një lugë të gjellës. Kam kaluar në blender, e kam thënë dhe më parë, hudhrat me vaj ulliri dhe ajo është bërë një pastë krem dhe unë e përdor me shumë lehtësi në gatime. Pasi domatet i lash 5 minuta me kapak, ja pastrojmë lëkurën. Në këtë mënyrë lëkura del shumë shpejt dhe nuk na bezdis në gatim. Shtojmë salcë tomateje. Dihet që domatet në këtë periudhë nuk kanë ngjyrë, ndaj duam patjetër salcë. Këtu kam perimet e ngrira, si u thash dhe më parë, nuk duhen nxjerrë që të shkrijnë plotësisht, por të jenë kështu gjysmë të ngrira. Në këtë mënyrë perimet e ruajnë formën dhe nuk shpërbëhen. Si e shikoni, perimet janë të pjekura. I vendosim kapakun që të shkrijmë plotësisht për 5 minuta. Perimet janë bërë gati, i bashkoj mirë me qepën dhe salcën. Këtu kam gelatin kocke, nuk ka nevojë perimet për të skuqur, pasi janë pjekur nga vera. Këtu kam gelatin kockash, shtiku tek një gotë e ujit me gelatin kockash. Nuk po e bëj me mish këtë recetë, pasi gelatina është tepër e shëndetshme. Dhe një sekret tjetër që bamjet mos të shpërbëhen, është të vendosni të gjithë përbërësit në këtë moment, të shtoni kripën, erëzat, çfarë ju pëlqeni në këtë recetë. I mbulova me ujë dhe i ziejmë për 20-30 minuta, derisa ta shikoni që ka ngelur fare pak lëng. E stakojmë sopën. Në fund fare unë i shtoj majdanos, i shtoj rigon, më pëlqen patlıcani shumë me rigon, dhe ja ku përfunduam. Shikoni sa bukur e ruajnë ngjyrën dhe formën perimet tona. Një pakicë lëngu, pak majdanos i freskët, rigon dhe sigurisht sekreti i fundit, pak lëng limoni për të gjallëruar shijen. Nëse ju pëlqeu kjo recetë dhe truku im në pjekjen e perimeve, mos harroni të bëni like dhe të regjistroheni në kanal për më shumë receta tradicionale. Faleminderit!